Këngëtarja e njohur Lule Mustafa vazhdon të jetë një nga figurat më të dashura të muzikës popullore shqiptare, duke ruajtur përkushtimin ndaj artit dhe publikut edhe gjatë kësaj vere. Me një karrierë të gjatë të suksesshme, ajo ka ditur të ndërthuar traditën me ndjershmërinë artistike, duke krijuar një stil të vetin dhe një identitet të fortë kulturor. Jetën dhe karrierën e ndon mes Prishtinës, ku zhvillon aktivitetet profesionale dhe mushtishtit, vendlindjes që ajo e përmend me dashuri, si burim frymëzimi dhe forcë shpirtërore. Së fundmi, Lulja ka ndarë një video prekse gjatë udhëtimit drejt mushtishtit, e cila ngjalli emocionet e publiku për mënyrën e sinqertë si e përjeton lidhjen me rënjet. Në jetën private, është përfolur për ndarjen e nipit të saj, por këngëtarja ka zgjedhur të mos e komentoj, duke ruajtur diskrecionin dhe maturinë që e karakterizojnë. Pavarësisht zhurmës mediatike, ajo mbetet e përkushtuar ndaj muzikës dhe publikut, duke dëshmuar se thjeshtësia, profesionalizmi dhe dashuria për vendlindjen janë çelësat e qëndrueshmërisë së saj. Lule Mustafa mbetet një simbol i vlerave tradicionale dhe familjare, një artiste që nderon skenën shqiptare me zërin, kulturën dhe modestinë e saj. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.